Nga përmbytja e të huajve te Krimbat e hekurt, parashikuesi gjerman që pa fillimin e luftës së tretë botërore, në qetësinë e Alpeve bavariane, larg trazirave të gjeopolitikës moderne, një gërmues pusesh i shekullit kaluar vazhdon të mbajë botën në tensione. Më shumë se 6 dekada pas vdekjes së tij, parashikimet e Alois Irlameir po përjetojnë një ringjallje të paprecedent. Nga Ukraina në lindjen e mesme, ndjekësit e tij pretendojnë se hartat e vizionit të tij për luftën e tretë botërore po përputhen me titullarët e sotëm të lajmeve. Këto ditë kurret e luftës mblidhen përsëri mbi Europë. Një emër po qarkullon intensivisht në forume, media alternative dhe dhoma ndenjeje. Alois Irlameir, Seheri Frejla Singut, i cili jo vetëm që parashikoi shpërthimin e luftës së dytë botërore, por la pas një përshkrim apokaliptik të detajuar se ku dhe si do të fillonte konflikti i tretë global. Në këtë reportazh të gjatë ne shpalosim profilin e këtij gur treguesi bavarez, zbërthejmë vargjet e tij të errta dhe krahasojmë shenjat që ai pa më shumë se 70 vjet më parë në realitetin e vitit 2026. Por kush ishte Alois Irlameir? Jo Paris pa Eiffel. Për të kuptuar tmerrin që shkaktojnë këto parashikime, fillimisht duhet kuptuar profeti. Alois Irlameir nuk ishte as një murg i shenjtë, as një astrolog i oborit mbretëror. Lindur në vitin 1894 në Siegsdorf, Gjermania, i punonte si gërmues pusesh, gjetës ujë dhe tregtar i lirë. Ishte një njeri thjesht me prejardhje fshatare, jeta e të cilit ndryshoi rrënjësisht pas luftës së parë botërore, ku ai filloi të kishte vizione. Atë që e bën Irlameir unik në historinë e ezorcizmit nuk është thjesht parashikimi, por preciziteti i çuditshëm dhe fati i tij gjyqësor. Në vitin 1946 ai u pa ditë si mashtrues, por brenda sallës së gjyqit ai i tha gjyqtarit se dinte se çfarë po bënte gruaja e tij në atë moment. Ai përshkroi me detaje se ajo kishte një vizitor mashkull dhe se ishte veshur me rroba të veçanta. Kur gjykata dërgoi një ndihmës për të verifikuar fjalët e tij, u vërtetuan. I habitur gjyqtari e liroi atë. Ky vendim u bë i famshëm duke e kthyer atë në një yll mediatik dhe duke i dhënë besueshmëri të jashtëzakonshme fjalëve të tij. Autor bashkëkohor si Stefan Brand, i cili ka studiuar për 3 dekada figurën e Irlameir, e përshkruan atë si Chelsea-n e të kuptuarit të ardhmes europiane. Irlameir pa dritë botërore, thot Brand, është si Parisi pa kullën Eiffel. Lufta e dytë dhe gjurmët e para të profecisë. Irlameir fitoi famën e tij të hershme gjatë luftës së dytë botërore, kur ai parashikoi me saktësi vendet e bombardimeve dhe fatin e ushtarëve të zhdukur, por ai e dinte se mangthi nuk do të përfundonte me humbjen e Hitlerit. Ai parashikoi se bota do të kalonte nga një prosperitet sikur më parë në një rënje besimi dhe prishje morali, duke i hapur rrugën luftës së tretë botërore. Pas kësaj, citohet të ketë thënë Irlameir se do të vijë një numër i madh i huajve në vend, do të ketë inflacion të lartë, paraja do të humbas vlerën e saj, shumë shpejt do të pasojë revolucioni, pastaj rusët do të sulmojnë perëndimin brenda natës. Për ndjekësit e tij, kjo pjesë e parashikimit filloi të merrte formë që nga krizat e refugjatëve të vitit 2015 dhe është përkeqësuar me inflacionin e egër të viteve të fundit në Europë. Ata e shohin këtë jo si një paralajmërim të përgjithshëm, por si një orar që po ecën pikërisht siç e pa gërmuesi bavarez 70 vjet më parë. Murtaja e verdhë dhe fillimi i luftës së tretë. Sipas dëshmitarëve okular të vizioneve të Irlameir, lufta e tretë botërore do të fillojë papritur gjatë natës në kulmin e verës, koha e korjes, por ndryshe nga luftrat e kaluara, kjo nuk do të fillojë me një deklaratë zyrtare, por me një vrasje. Irlameir pa 3 zyrtar të lartë që do të vriteshin. Vrasja e të tretit, tha ai, do të ishte shkëndia. 2 burra do të vrasin personin e tretë të rangut të lartë. Ata janë paguar për ta bërë këtë. Njëri nga vrasësit është një burr i vogël i zi, tjetri është një burr pak më i gjatë i bardhë.
mund të ndodhë në Ballkan, por nuk jam i sigurt. Megjithatë, detaj më shqetësues dhe më specifik për fillimin e luftës lidhet me Pragën. Qyteti i artë i Pragës, sipas Irlmayer, do të jetë epiqendra e shkatrimit. Ai foli për diçka që e quajti linja e artë ose murtaja e verdh, një substancë vdekjeprurse, dikush e interpreton si kimike ose radiologjike që do të bjerë në një vit të drejtë nga Praga deri në det. Ja si e përshkroja Itmerin. Ajo që është, unë nuk e di dhe nuk mund ta them, është një vije gjatë. Kush e kalon atë vdes, ushtarët e lindjes nuk mund të kalojnë në perëndim dhe ushtarët e perëndimit nuk mund të kalojnë në lindje. Era fryn revdekjeprurse në lindje, papritur ushtrit lindore shemben. Ata hedhin gjithçka dhe përpiqen të ikin në veri, por asnjëri prej tyre nuk do të kthehet. Te krimbat e hekurt dhe përmbytja e Europës. Në vizionet e tij, Irlmayer pa jo një, por 3 kolona pushtuese që vinin nga lindja. Ai quajti ato krimbat e ushtrisë. Krimbi i parë do të nisej nga ujërat blu të Danubit, duke nënkuptuar Hungarinë dhe Austrinë, duke shkuar në veri perëndim drejt kufirit zviceran. Regensburgu do të shkatërohej, krimbi i dytë do të kalonte nëpër Saksoni, Gjermania lindore, duke shkuar drejt perëndimit kundër zonës industriale të Ruhrit. Krimbi i tretë do të lëvizte nga veri perëndimi përmes Berlinit, por ajo që është edhe më dramatike është fati i ishujve britanik dhe Bregdetit europian. Irlmayer përshkroi një katastrofë natyrore gjatë luftës, një val gjigande tsunami. Sipas tij, një avion i vogël nga lindja do të hidhte një neutralizues në ujin e madh pranë Anglisë. Pastaj uji ngrihet në një copë të vetme aq lart sa një kull dhe bie përsëri poshtë. Ai bën një tërmet dhe një val gjigande dhe gjithçka do të përmbytet. Pothuajse gjithë Anglia dhe bregu evropian deri në Berlin do të fundosen, përveç disa majave malore. 3 ditët e errta, më shumë vdekje se luftrat e bashkuara. Ndoshta pjesa më e madhe dhe më e frikshme profecisë Irlmayer është ajo e 3 ditëve të errta. Menjëherë pas fillimit të konfliktit, toka do të mbulohet nga një errësirë totale për 72 orë. Kjo nuk është thjesht mungesë drite, është një pluhur helmues që bie nga qielli. Bëhet e errët në një ditë gjatë vitit, pastaj shfaqet një stuhi e madhe bubullimash dhe rufe dhe bubullima nga një tërmet që do të lëviz tokën. Mos dili nga shtëpia, asnjë dritë nuk do të digjet përveç qirinjve. Kushdo që thith pluhurin do të ketë konfulzione dhe do të vdes. Mos i hapni dritaret, i varni dritaret me letër të zezë në xham. I gjithu i hapur do të bëhet helmues dhe të gjitha ushqimet e hapura që nuk janë të konservuara janë helmuese. Gjatë natës do të vdesin më shumë njerëz se sa në 2 luftrat botërore së bashku. Irlmayer këshilloi që njerëzit të qëndronin në bodrume dhe të luteshin. Sipas tij, ky pastrim do të shënonte fillimin e fundit të luftës. A është viti 2026 viti i kthesës së madhe? Pyetja që djeg buzët e të gjithëve është: kur? Vetë Irlmayer refuzoi të jepte një datë saktë, duke thënë se ai pa 3 numra, 28 dhe 19, por nuk e dinte se çfarë do të thoshin. Megjithatë, interpretuesit modern po e lidhin këtë me fillimin e dekadës 2020-2030. Mediat gjermane si Rosenheim 24 dhe analistë të ezoterizmit kam vënë se viti 2026 po përmendet gjithmonë më shumë si pika e kthesës nga profetësi të tjerë si Edgar Cayce dhe Baba Vanga. Ata e quajtën këtë vitin e zhvendosja e polit dhe trazirave të mëdha gjeofizike dhe politike, duke parashikuar konfliktin aktual në Ukrainë dhe tensionet në Ballkan. Zona që Irlmayer e identifikonte si potencialisht fillimi i luftës, besimi se dita po afron është rritur në mënyrë eksponenciale. Irlmayer pa 3 val ushtarësh që hynin në Gjermani, shkruajnë entuziastët në forume, dhe ne po shohim tani lëvizjen e trupave ruse dhe stërvitjet në kufit lindor të NATO-s. Fjalët e fundit dhe epoka e artë pas Mangthit. Alois Irlmayer vdiq në 29 korrik të vitit 1956. Fjalët e tij të fundit janë po aq të frikshme sa vetë profecia. Jam i lumtur që mund të shkoj tani, sepse nuk do të kem për të përjetuar atë që shoh.
por jo gjithçka është e zezë në peizazhin e tij profetik. Ashtu si shumë apokalipse dhe Erlmeyer pa një epokë të artë pas shkatrimit, ai parashikoi se papa do të kthehej dhe se njerëzit do të fillonin të besonin përsëri dhe se Te Deum i parë do të këndohej në katedralen e Kölnit. Ai foli për një ndryshim klimatik që do ta bënte Bavarinë një tokë pjellore ku do të rriteshin rrush dhe fruta jugore. Pastaj do të vijë një kohë e gjatë e lumtur, tha ai, dhe ata që jetojnë për ta përjetuar do të jenë shumë të lumtur. Deri atëherë, ndërsa bota shikon nga Ukraina lindja e mesme dhe shtyllat kurrizore të inflacionit, hija e gjatë e gërmuesit të ujit vazhdon të zvaritet mbi Europë. Për disa, ai është thjesht një mashtrues i shekullit kaluar, për të tjerë, ai është ora e fundit e ziles për njerëzimin. A do ta shohim krimbat e ekur duke marshuar këtë verë, apo kjo është thjesht një tjetër histori që nuk do të realizohet kur? Historia e Erlmeyerit na lë me një shqetësim të pakëndshëm, ndoshta ardhmja tashmë është shkruar, ne thjesht nuk po i kushtojmë vëmendje.